Kjo është shtëpia ku ka lindur Faik Bey Konica në Konicë të Greqisë, e cila sot është tërësisht e dëmtuar, e lënë në arrest dhe gati e rënuar. Banesa ku lindi një nga figurat më të rëndësishme të rilindjes kombëtare shqiptare, sot është mbuluar nga shkurret. Beqir Potka është një nga 17 filantropët shqiptarë që kontribuojnë në rikthimin e heshtrave të Faik Konicës në atë dhe. Ai rrëfen se të shohësh vendin ku ka lindur Faik Konica në këtë gjendje të sjell trishtim. Për atë burr kaq të madh që mbajti emrin e Shqipërisë, që kur njerëzit vinë në Shtetet e Bashkuara dhe presin oficerin e migracionit i verbullën, ishin fjalët e këtia. Ishte dëshira e këtia që e bëri Shqipërinë ta njëjtë bota. I them dhe shteti shqiptar, ndofta nuk ka parat kontriboj, s'ka problem, do t'i gjejmë ne parat si gjetëm meshtrat e Konicës që i sollëm në Shqipëri, ashtu siç e kanë lënë të braktisur të ren, të ndërtohet dhe kthehet një muzeum që të paktën fëmijët tanë brez pas brezit të ngelet kjo kështjell e rilindur dhe njerë. Mes mureve të rënuara dhe shkurreve që kanë mbuluar këtë shtëpi, historia vazhdon të flasë. Këtu hodhi hapat e parë Faik Bey Konica, një nga mendjet më të ndritura të kombit shqiptar. Mbetet për të parë nëse kjo godindë të vazhdoj të jetë një rënojë e harruar, apo do të kthehet në një muze që ruan dhe nderon trashëgiminë e një prej figurave më të rëndësishme të historisë shqiptare.